Sinja dhe zotërin, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Sport VIP. Pa e mbani në mend vitin 1987 kur Partizani Beogradit luante në Vlorë një ndeshje për sallonet e mëdha të futbollit evropian. Ideali i ri ishte komplet me emocione në atë ndeshje, sepse ishte kosovar dhe luante kundra shqiptarëve. Fjala është për Fadil Voklin, i cili shënoi golin e dytë, pikërisht në ndeshjen e dytë, shënoi një prej dy goleve shënuar nga Beogradi, por kushta eliminoi Partizanin e Beogradit, ndërkohë që Voklin sot e kemi në Sport VIP. Mirë se erdhët. Përshëndetje që vini nga larg, një falënderim të veçantë sepse është rrugë e largët dhe na nderoni me prezencën tuaj, një ndër legjendat e futbollit kosovar, por luante me Jugosllavin. Ish Jugosllavin, 12 ndeshje, 6 gola, gjitha këto do t'i themi në Sport VIP në një rrëfim ekskluziv. Zoti Vokri. Faleminderit për ftesën. Okej, shkojmë direkt te foto e parë, lutem. Ja ku jemi? Prishtina. Prishtina, biblioteka e qytetit, një fotografi shumë e mirë dhe mendoj që është një simbol i mirë i qytetit Prishtinës. Simbol i mirë, po ju nuk keni lindur në Prishtinë. Pavarësisht, unë kam lindur në Podujev në vitin 1960, e që nga vitin 1980 jam në Prishtinë kur kalova edhe në skuadrën e Prishtinës, në atë kohë kategoria 2 në ish shtetin e Jugosllavisë, kështu që praktikisht... Sa vjeç keni vajtur në Prishtinë? Po, isha 20 vjeç, në vitin 1980, kur në shkrova kontratën e parë profesionale, deri atëherë isha në llapin e Podujevës, klubin lokal, i cili ishte kategoria e parë e Kosovës, nivel të Kosovës, dhe pastaj kam marrën në Prishtinë, ishte kategoria 2 e ish Jugosllavisë, dhe pastaj dihet... Ne do shkojmë të gjitha ato, megjithatë Prishtina dhe sot është e bukur. Ja vlen të vizitohet. Pse duhet të shkojmë në Prishtinë? Çfarë do gjejmë? Patjetër, ngrohtësinë dhe miqësinë që kanë qytetarët e Kosovës, sidomos për ata të Shqipërisë. Edhe më shumë komuniteti i futbollit. Patjetër, komuniteti i futbollit është gjithnjë ka qenë presi disa proceseve të mira që kanë ndodhur në Kosovë. Okej, shkojmë tek foto e dytë, lutem. Këtu janë disa fëmijë që luajnë futboll. Si është futbolli në Prishtinë sot? Sa fëmijë luajnë? Po, për dallim nga gjeneratat e mëhershme, mos të them edhe ajo duke përfshirë edhe atë timen, para kemi regjistruar në për klube, apo më mirë me thonë kemi luajtur në për mahalla dhe në për shkolla, dhe ku kemi gjetur hapësirë të lirë, kurse sot fëmijët fillojnë shumë herët të organizohen në përklube, domethënë fillojnë që nga 7 vjeç, 8 vjeç të zhvillojnë aktivitet në përklube dhe shumica e klubeve kanë shkollat e futbollit që janë në kuadër të klubit, kurse ne atëherë praktikisht edhe unë kam filluar shumë vonë. Që shumë lojtarë të mëdhenj e keni jetuar atë futboll në rrugës, futbolli zbathur? Absolutisht, unë për atë po them, sot ndoshta edhe i mungon edhe Kosovës dhe Shqipërisë një futboll i tillë. Ndihmon në ngritje? Po nuk mund të them që ndoshta ndihmon në ngritje, mirë po sigurisht ka qenë në një periudhë më entuziaste dhe të rinjt asaj kohë. Ajo ka zgjatur me 2-3 orë duke zhvilluar aktivitete rrugëve, shkolla, kurse sot megjithatë mendoj që është më mirë sepse fëmijët mund të inkuadrohen qysh në moshat e hershme, domethënë 6 vjeçare, 7 vjeçare. Sa orë lojë futboll në ditë? Në atë kohë 3-4 orë, 5 orë, varësisht në pozicioni që i vogël që luaj. Po, gjithmonë në sulm. Gjithmonë sulm. Sepse shumë lojtarë të mëdhenj që kanë kaluar nga kjo studio kanë qenë pozicione ndryshme. Ju keni qenë natyral. Jo, gjithmonë në sulm. E keni gjetur që atëherë pozicion. Shikojmë një tjetër pamje, lutem. Këtu duket si i mbret.
Kjo është një foto kur kam kaluar në ditën e nënshkrimit të kontratës nga Prishtina në Partizanën e Beogradit dhe kanë qenë dikun 2-3 mijë shikues jashtë stadiumit në Beograd dhe ende pa nënshkruar ma kanë vurë shallin dhe pastaj pas një 2 orë kam nënshkruar kontratën e parë me Partizanën. Fakt, keni pas një marrëdhënie speciale me gjithë tifozët, le të themi, jo vetëm në Beograd, por edhe në Prishtinë kur keni luajtur. Po, periudha e Prishtinës është periudha më e ndritshme e imja gjithë. 172 ndeshje me Prishtinën, paktën statistikat tonë, 55 gole të shërnuar në ligë shumë të rëndësishme si ishte Jugosllavia. Po, sigurisht mirë po ajo është periudha më e ndritshme, sikur se imja ashtu edhe e Prishtinës, sepse pas shumë gjeneratave dhe peripecive cilat i patën gjitha gjeneratat me radhë të Prishtinës, ne arritëm që ta kurorizojmë dëshirën e kamotshme të simpatizuesve të flakt të Prishtinës, që më në fund të inkuadrohemi në ligën e parë të Jugoslavisë, që ishte ndoshta edhe suksesi më i madh në historikun e klubit, një historik i gjatë, dhe për atë mire cekët edhe jo për këtë foto, por ndoshta në raportet dhe ndoshta në mungesë të arkhivit, mendoj që simpatizues të Prishtinës ka qenë diçka edhe në atë kohë për krejt Jugosllavinë, ka qenë shumë zjarrt. Ka qenë shumë zjarrt dhe në fillim ishte ajo simpatike edhe për vendet e tjera të ish Jugosllavisë, por dikur ai entuziazëm dhe ajo tifozëri që bënin simpatizues të Prishtinës filloi të pengoj shumë qyteteve tjera të Jugosllavisë. Në fakt, çfarë ishte kur fitonte Prishtina atëherë në ato vite? Po, Prishtina kur fitonte në ato vite ishte një fest, gati e gjithë Kosova, mos them vetëm Kosova, sepse kem pasur simpatizues edhe të Preshevës, Luginës Preshevës, pastaj të Maqedonisë, fatkeqësisht me Shqipërinë ende kanë qenë kufit e mbyllur në ato vite dhe mendoj që gjithçka edhe nga mali i zi dhe shqiptarët kudo që kanë qenë dhe kanë pasur mundësi të vinë, ata kanë qenë mysafirët dhe simpatizues të rregullt në stadiumin e qytetit në Prishtinë. Në fakt, ngushte një stadium plot, çdo diel. Po, ai stadium ka qenë përplot, unë për atë... Shumë se 30.000 veta në çdo diel. 35.000 veta. Të gjithë për sport ishin? Mendoj që unë kur fillova pak më herët ju them se në fillim ishte simpatike dhe për tjera qytete të ish Jugosllavisë. Me kalimin e kohës filloi të pengoj ajo, edhe qarqeve të tjera në shtetin, ose të them politike. Mirë po, me kalimin e kohës sigurisht që u bë dhe therë në sy, sepse unë t'ju them në të vërtetën në atë periudhë, prej 35.000-ve 10.000 kanë ardhur që të shikojnë futboll, kurse gjithë pjesa tjetër ka qenë një simbol i rezistencës shqiptare në Kosovë, sepse mu në atë kohë, pas demonstratave gjithë popullore në vitin 1981, filluan të suprimohen edhe shkollat, edhe arsimi dhe shëndetësia, sporti, të gjitha dal nga dal. Dhe mendoj që në atë periudhë 5-6 vjeçare, sa kemi qenë në ligën e parë të ish Jugosllavisë, filloi t'ju pengonte ato suksese dhe për atë them këtë pjesa tjetër, stadiumi i qytetit në Prishtinë ka qenë arena e vetme ku ne si shqiptar kemi filluar të ndijmë veten pak më mirë dhe stadiumi i qytetit në Prishtinë ka qenë arena e vetme ku janë shfryrë gjitha emocionet e shqiptarëve kur ne kemi luajtur në Kosovë. Kur luante Prishtina nuk kishte aktivitet tjetër
Ndërpritet gjithçka? Po, ndërpritet gjithçka, ndoshta është pak qesharake, mirë po është një fenomen i vërtet, kur edhe dasmat janë shty për shkak të ndeshjeve që ka patur Prishtina si vendase. Shtyeshin dasmat? Po, që mos caktohen dasmat të diele ose të shtune kur Prishtina luan si vendas. Do të kenë marrë i natë në qikë nusat, Jo, po tash... Që i ke prishur dasmën, e ke Jo, ne po flasë, kjo ka qenë e vërtet. Unë di dhe diçka tjetër, që ju keni shtyrë dasmën për vete. Po akom shtyrë unë, po se nuk ka orë momenti dhe nuk ka qenë momenti gjitha kushtet, ose para kushtet që të bëhet edhe dasmë. Prandaj nuk kom qenë imun asun. Okej, ne do flasim prapë për Prishtinën, po shikojmë një insert fotografik mbi jetën e Zotit Vokri. Insert ju lutem. Okej, pra jemi sërish me Zotin Vokri, emocione, momente të bukura, një karrierë e pasur. Pikërisht kujtojnë shumë gjëra këto foto. Po, sigurisht që një pjesë e karrierës time, domosdoshmë Prishtinë, ashtu edhe në Beograd edhe në Fenerbahçe, sigurisht që ka qenë një karrierë mjaft e mirë dhe mendoj që duke marrë parasysh edhe sakrificat që janë bë dhe duke marrë parasysh edhe një periudhë që në ish sistemin ne nuk kemi pasur të drejtë të dalim jashtë shtetit para se mi mushën 28 vjetë. Në fakt interesante ka qenë, po... Po interesante, mirë po regjimi ka qenë i tillë dhe kështu që ne nuk kemi mundur, ndoshta vetëm të dëshirë që nuk është plotësuar, sepse në atë kohë isha në bisedime me skuadrën e Juventusit, kështu që... Keni pas tentativa për të Juventus? Absolutisht, në vitin 1987 në dhjetor, dhe unë në vend që të nënshkuaj për Juventusin, u gjenda në shërbimin ushtarak. Sepse ne nuk kem pasur drejt në ish Jugosllavi. Ishte gati Juve të merrte? Po, ne kemi pasur në ish Jugosllavi, nuk kemi pasur drejt të dalim pa i mushur 28 vjetë dhe pa e përmbyll shërbimin ushtarak. Kështu që ajo është vetëm një mungesë, mirë po... Ishin gati me kontratën, me i shumë maj me... Po, kanora, ne ishim në Zagreb, në ndeshjen me Dinamo Zagrebit Partizani, dhe ka qenë përfaqësues dhe pas takimit ne jemi ullur dhe kemi... Është peng për ju që nuk... Jo, kjo është një rrjedhë normale, duke marrë legjislacionin e asaj kohë, e cili ishte në fuqi. Në vetë, nuk e ndjen që nëse do kishe luajtur te Juventusi... Po, me qenë se nuk është bën, nuk kam në një pendim të madh. Jeta vjen si të vijë. Megjithatë, Partizani i Beogradit ishte një skuadër shumë e madhe, apo jo? Është vërtet që Partizani i Beogradit ka qenë një skuadër e madhe dhe në ish Jugosllavi, domthonë, ka qenë disa skuadra, pra kanë qenë 18 ekipe dhe 6 skuadra gjithmonë kanë luftuar për krejun e tabelës, kështu që edhe kampionati ka qenë interesant. Mirë, po sigurisht se Partizani ka qenë një klub i madh. Ja ta shikojmë të foto se mbase të sjell më afër atij realiteti. Ja shikojmë foton e radhës, ju lutem. Jo, kjo është... Jo, pikërisht tani do jetë direkt. Ja ku jemi. Tu jemi në një pjesë të Beogradit.
Cilat janë kujtimet tuaja për Beogradin? Po, unë... Jo vetëm lujtët tek ekipi i Partizanit Beograd, po ju lujtët dhe në ekipin përfaqësues. Po unë në ekipin përfaqësues ka qenë shumë vështirë dhe mendoj që 12 ndeshje ose disa i kom zhvilluar, ka qenë shumë vështirë të vijet deri te përfaqësuesja e Jugosllavisë. E posaçërisht sigurisht që vështirësitë kanë qenë pak më të mëdha për neve shqiptarët e Kosovës. Dhe unë megjithatë mendoj që duhet të jemi i kënaqur dhe krenar krenar që kam luajtur apo ndonjë pendim për shtetin Jugoslav. Mirë po kam qenë shqiptari i parë dhe fatmirësisht i fundit që kam luajtur për atë shtet dhe mendoj që në mënyrë të denjë i kam përfaqësuar bashkëkombësit e mi kudo që janë. Në fakt, 12 ndeshje për klasin që keni pasur si lojtar, 6 gola janë pak, duke parë potencialin tuaj të madh që keni pasi sulmues. Nuk janë pak, unë mendoj që në statistikat e sotit janë shumë, sepse çdo 2 ndeshje është 1 gol. Jo. Mirë po mendoni ju për ndeshje që kam zhvilluar pak? Ndeshje pak. Po ndoshta kam pak, mirë po duke i marrë parasysh vështirësitë, unë nuk po them për vete që kanë qenë ndoshta ndonjëherë edhe ekstra sportive, mirë po mendoj që ata që vinë këtu ka qenë vështirë. Në sport VIP thonë ndonjë gjë ekstra sportive, është interesante të themi diçka. Mbase komësia e Vokrit duke qenë shqiptar ka influencuar negativisht për sa i përket aktivizimit të inkombëtare madhe që mund të themi të ish Jugosllavia. Ashtu ka qenë mendimi i shumicës apo mazhoroncës shqiptare që ka jetuar në Kosovë dhe ndonjëherë ka qenë edhe mendimi im, mirë po nuk do të ktheja brapa, megjithatë mendoj që për një shqiptar me zhvillu 12 ndeshje në ish shtetin 22 milionësh, megjithatë është një sukses sado pak. Absolutisht, sepse vetëm këtë të mos harrojmë që gjitha këto Kroaci, Sloveni, Kosovë, gjitha vendet ishin një. Sa e vështirë ka qenë të luajnë atë kohë me Jugosllavinë. Është vërtet. Cila ka qenë ndeshja më mbreslënëse të përfaqësuesja jugoslave? Në përfaqësuesin e Jugosllavë ndeshja më shpërzdlënëse ka qenë në Sarajevo kundër Irlandës së Veriut, ku më poshtëm 3-0 dhe unë shënuar 2 herë. Dhe mendoj që ajo ka qenë ndeshja më e mirë e imja në reprezentacionin e ish Jugosllavisë. Okej, shikojmë pak, shikojmë golat e Vokrit me kombëtaren e Jugosllavisë. Insert ju lutem. Ja pra, ishim në momentet ku
ju performonit me ish Jugoslavin, por keni qenë dhe të ky ekip, pra Partizani Beogradit, ishte trampolina që ju çoi në përfaqësuese? Jo, unë kam qenë në përfaqësuese të Jugosllavisë, kam shku nga Prishtina, kur kam qenë lojtar i Prishtinës. Jeni, do më thëmë, bërshli Prishtinës me futbollit? Po, sigurisht, sa jam unë bërshli Prishtinës, edhe Prishtina është e imja. Okay. Dhe mendoj që ka qenë normale që ishe produkt i pastër i futbollit shqiptar. Absolut, edhe në bazë të performancave të mia dhe të Prishtinës, unë kam arritë në përfaqësuesen e ish Jugosllavisë. Për sa i përket Partizanit të Beogradit, sa e vështirë ishte të luajë në ekip kaq të madh? Po, pikësfori përzierja ime për skuadrën e Partizanit ka ardhur pas një analize dhe me qenë se ne në atë kohë në mungesë të klubeve të Kosovës të jenë në ligën e parë, në elitën e ish Jugosllavisë, ne shumica e moshatarëve të mi dhe edhe më të vjetrit kanë simpatizuar për Partizanin, duke marrë parasysh se Partizani ka qenë gjithë një klub më i hapur dhe ka pas gjithmonë në çdo periudhë ka pas shqiptarë që kanë luajtur për Partizanin, duke filluar prej Zenun Brovinës, Luan Prekazi, Gjevat Prekazi, pastaj unë, Isa Sadriu, Kujtim Shala. Në çdo periudhë ka pasur lojtar që kanë qenë shqiptarë dhe Partizani ka qenë klubi ndoshta më i hapur në ish Jugosllavi dhe për nacionalitetet tjera. Pikërisht ky lloj ambienti i shqiptarëve që kanë vajtur te Partizanit ndihmoi njohjet e tyre që të sigurisht në një atmosferë më të mirë. Sigurisht se ne nëse nuk do të kishim përcjell gjithë këta lojtarë që i ceka më herët, sigurisht nuk do të dëgjonim edhe ne nuk do të ishim simpatizues të Partizanit në atë kohë. Dhe sigurisht që për shkak që gjithë ata lojtarë kanë luajtur në Partizanin e Beogradit, sigurisht që kanë ndikuar që edhe ne ta simpatizojmë atë klub. Dhe pastaj edhe në përzgjedhjen time përfundimtare kur kam kaluar në Partizanin e Beogradit, ka pasur ndikim edhe kjo çështje. Futbolli është më i bukur kur luan me lojtarë të mëdhenj, me emra të mëdhenj të futbollit ish Jugosllav në ato vite. Kush ka qenë kujtimi më i bukur, me çfarë emri, me lojtari që luanin në fushë dhe ndjeje me gjithmonë emocion, si klasë, në kombëtare ose të Partizanit Beograd? Jo, mendoj që derbit e asaj kohe në mes Partizanit dhe Zvezdës kanë qenë diçka të jashtëzakonshme. Dhe gjithmonë kur kemi luajtur në stadionin e Partizanit kanë qenë 50.000, kurse në stadionin e Zvezdës 80-90.000 spektatorë. Dhe mendoj që më së miri jam ndirë kur e kemi mposhtur në të çerek finale Zvezdën dhe e kemi eliminuar me Partizanit me një gol që në shënua 10 minuta para fundit të takimit dhe definitivisht pastaj fituam edhe kupën e ish Jugosllavisë. Ai ka qenë ndër momentet dhe me lojtarë, domthonë ka pas lojtarë të mëdhenj nga dyja skuadrat. Shumë lojtarë të mëdhenj. Po. Cilët përbënin jo vetëm klasën në Jugosllavi, por ishin edhe për planetin atë kohë. Po është e vërtetë që futbolli i Jugosllavit asaj kohe ka qenë ndër eksportuesit më të mëdhenj të lojtarëve. Në çdo vit kanë shkuar shumë lojtarë, e sidomos pas thyerjes së barrierës të atij ligji që ju thash pas 28 vite, domthonë pas një viti kur kam shkuar, atëherë lojtarë të ri, pikërisht Prosinecki ka qenë një lojtar i Zvezdës, ku ka shkuar në Real Madrid, është thyer barriera e 28 vjeçarëve që mund të shkojnë kur duhet, ajo është e drejtë elementare çdo individi. Okej, shikojmë një tjetër foto ju lutem. Fener. Po, mendoj që kjo është një klub shumë i madh, Fenerbahçe, që në kam pasur nderin dhe kënaqësinë të jem 2 vjet pjesë e këtij klubi të madh dhe mos të them një giganti të vërtet, sepse unë jo vetëm në përmosa
të Turqisë, mirë po mund të them se është një gjigant edhe mendoj që shumë shpejt do të i afrohet edhe promosave. Është evropian, mirë po mendoj se do të jetë gjigant evropian. Ase është aty me karshi, është në kufit e Europës. Po, nëse këta pikrisht janë në pjesën aziatike, mirë po Evropa e vërtet është pasurës. Do të vazhdojmë bisedën e Vokrit për Evropën e vërtet, për futbollin, për golat, për ndeshjet e paruara me flamurtaren e Vlorës, por pas reklamave. Pra jemi sërish në Sport VIP me legjendën e futbollit shqiptar, kosovar, le të themi dhe europian. Zotin Vokri ka luajtur me Fenerbahçe, Partizan Beogradit, ekipe me shumë peshë në Europë. Ishim pikrisht tek Fenerbahçeja, tek kjo skuadër që po bëhet dhe sot një skuadër e madhe. Ne pasur performancat mira dhe shumë gole shënuar dhe atje. Po sigurisht që në këtë klub është e pamundur që të jesh në pjesën e mesme të tabelës apo mos të kesh performanca, sepse është një klub i madh dhe me të gjitha parakushtet për një klub të madh i ka dhe duke mos e harruar që stadiumi është gjithnjë i posaçërisht edhe në atë ku edhe pse tash më shumë është modernizuar stadiumi i Fenerbahçes dhe tash i zën diku 50.000 vjet, në atë ku kanë qenë 25.000 deri në 30. Mirë po në mesditë ka qenë i mbushur ku ne kemi luajtur pas 3 orëve për shembull. 3-4 orë para stadiumi i plot. Kështu që emocion. Absolutisht. Dhe Fenerbahçe për atë domon e ka atë specificitetin e vet, i cili e karakterizon që të jetë në ndër klubet më të mëdha evropiane. Okej, shikojmë pak futboll, Vokri futboll, golet shumë shënuar me fanelën e Partizanit Beogradit. Insert ju lutem. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when
Fakt, momentet tuaja në futboll kanë qenë të shumta, ishin pikërisht për të kujtuar diçka nga futbolli juaj mbreslënës. Në fakt, ju ndeshjen e parë keni luajtur në Vlorë, këtu do doja të ndaleshim tek Flamurtari Partizani Beogradi, 2-0. Po, mirë po në Shqipëri kam qenë edhe më herët. Por para kësaj ndeshje. Para kësaj ndeshje. Para vitit 1980 kur ishim me shpresat e Kosovës. Ka qenë herë dytë. Po, kemi nejtë dhe ditë, kurse ndeshja me Flamurtarin ishte ndoshta një ndër ndeshjet më të vështira në planin emocional për ta zhvilluar. Dhe në takimin e parë në Vlorë, Partizani luajti shumë dobët. Unë të gjithë. Jo si ndjeshit brenda një shqiptari si lundte për Partizani e Beogradit, një stadium kundra, Shqipëria një vend i pa eksploruar nga ju, ishte ere parë, ere dytë, gjithë kosovarët donin të vinin ta shikonin Shqipërinë. Ishte e pamundur ajo në atë kohë, dhe unë për atë po them në planin emocional ka qenë shumë vështirë. Domthonë edhe jo në mënyrë të pa drejt për drejt, edhe në qoftë se do të dëshiroje të ndoshta ti ish lojtari më i mirë i ndeshjes, shumë ka qenë vështirë në planin emocional. Kurse këtyre çështjeve tjera mendoj që Flamurtari me meritë fitoi ndeshjen e parë. Ndeshjen e dytë ju shënuat? Ndeshjen e dytë po një ndër dy golat. Një nga golat. Mirë po edhe ajo ishte ndeshje shumë e vështirë. Për mu personalisht po flas. Sepse kur je në fushë ti duhesh t'i kryesh pavarësisht ku gjendesh dhe në cilin klub gjendesh, duhesh t'i kryesh detyrat me nder të parashtruara. Dhe mendoj që edhe në atë ndeshje ne ishim mjaft superior, mirë po atëherë Sokol Kushta me një gjujtje të jashtëzakonshme e zvogloi rezultatin 2-1, që ishte i mjaftueshëm për Flamurtarin që të vazhdoj tutje. Dhe mendoj që duke marrë parasysh dy ndeshjet, mendoj që Partizani ka humbur në ndeshjen e parë në Vlorë. Definitivisht është eliminuar jo në Beograd. Okej, shumë lojtarë janë dëshpëruar jashtë masa. Ju pas ndeshjes si ishit? Po, ai dëshpërimi është çdo lojtar pas ndeshjes është i dëshpëruar kur nuk kualifikohet. Ajo është brenda një ekip shqiptar normale, mirë po mendoj që dëshpërimi e zbuste dhe ndoshta nuk ishte në aq mosën sa duhet të ishte. Ndjeshe më i respektuar, më i nderuar mas performancës të Flamurtarit në ato vite si shqiptar dhe me po sigurisht futbollin ton. Absolutisht, edhe pse ne kemi pasur shumë pak njohuri duke marrë parasysh barierat e kufive të qelikt të asaj kohe në të dy anët, kështu që mendoj që ka qenë një gjë shumë pozitive për futbollin shqiptar edhe në atë kohë. Duke marrë parasysh edhe pastaj një performancë të jashtëzakonshme me Barcelona. Flamurtarit. Shikoj një njohje që në ato vite e shinit futbollin shqiptar dhe në ato vite mundoheshet gjeni drejtare? Absolutisht, për atë po them edhe pse s'kemi pasur kaq njohuri, mirë po pas eliminimit tonë sigurisht që gjithë kanë qenë kurreshtar. Përbënte kuriozitet, dalim pak nga bota e futbollit, për shqiptarët e Kosovës që ju vinit në Shqipëri dhe të pyesni, kishte kuriozitet madh në ato vite? Po sigurisht, por unë edhe mund t'ju them që ndoshta për herë të parë simpatizuesit kanë qenë kundër mi të Kosovës. Pikërisht. Okej, shikojmë një tjetër foto i lutem. Newborn është pikërisht një ndër simbolet e Kosovës. Po sigurisht një ndër simbolet më të rëndësishme në historinë e Kosovës, dhe mendoj që kjo është një fotografi e shumë pritur me shekuj që të arrijmë deri këtu ku jemi sot.
Kur luanit futboll për Partizan e Beogradit, duke parë fuqinë e ish Jugosllavisë, mendoni që një ditë do të vinte një borë? Po, me thonë drejtën, po, sepse që nga viti, unë kam qenë i vogël, kam pas 8 vjetë kur filluan demonstratat e para në vitin 1968. Dhe pastaj demonstratat në vitit 1981. Pastaj sakrifica e shumë veprimtarëve që është dashur me do e mos të vi deri te kjo fotografi që ne jemi krenar, po jo vetëm deri te fotografia, por një vërtet që shumë gjenerata e kanë ndrua dhe më në fund ajo ndër u bë realitet. Fakt, kjo fotografi ka lindur një fotografi tjetër. Jo të shikojmë foton, ju lutem. Po mendoj që pas shpalljes pavarësisë dhe jetësimit të Republikës Kosovës, si çdo shtet tjetër, edhe ne është dashur të mendojmë për krijimin e profesuesës sonë, e cila do të na prezanton në arenën ndërkombëtare, edhe pse deri më sot nuk jemi të pranuar, mirë po kem filluar me zhvillimin e ndeshjeve miqësore dhe mendoj që është një hap i rëndësishëm. Sa e vështirë ishte të bëjë ndeshje miqësore për Kosovën? Negociata, korridoresh të pafundme për FIFA, UEFA, me takime zyrtar, lobime. Ishte shumë e vështirë duke marrë parasysh edhe pengesat statutare, sidomos të UEFA-s, ku duke marrë parasysh që edhe pse FIFA është ajo kompetente e cila vendos për zhvillimin apo mos zhvillimin e ndeshjeve miqësore, dhe duke marrë parasysh që 8 anëtarë të UEFA-s janë njëherët edhe anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s. UEFA është e fuqishme edhe për brenda FIFA-s, dhe është e vërtetë që ka qenë shumë vështirë, mirë po mos them vetëm puna e jonë, mirë po mendoj që edhe vullneti i presidentit Blatter që këtë punë ta shtyjë deri në fund ka qenë vendimtare, dhe sigurisht që mos të kishte qenë vullneti dhe dëshira e tij e flakt për të zhvilluar në ndeshje miqësore, shumë vështirë do të arrijë, dhe mendoj që ai është më meritori pavarësisht punës tonë që kemi bërë për të arritur deri këtu ku kemi arritur, por mendoj që vendimtare ka qenë vendimi i tij që kjo të ndodhë. Ke qarë ndonjëherë në futboll? Nuk kam qarë në futboll, mirë, po nuk kam qenë larg asaj të qaj me 5 mars në Mitrovic. Bërlotët, ishte një punë që një ditë që realizohet një ndër të kahershme. Sigurisht ishte një ditë e tillë dhe nuk kam qajtur kështu, mirë po nuk kam qenë larg dhe... Ke qenë të përlotja. Po, absolutisht. Zoti Vokri, komplimentet e mia njërë për punë e jashtëzakonshme që bët për të futur Kosovën dhe reguluar atë stadium që e kam vizituar para pak kohësh, që ishte një gjendje skandaloze, u bën parametrat pak të pranueshëm për ndeshjen. Unë doja të thoja, ekipi s'më duk dhe shumë style për të fituar ndeshje të mëdha, mbase është eksperienca. Po sigurisht që është eksperienca mungon sigurisht në ndeshje ndërkombëtare, mirë po edhe duke marrë parasysh që ne si shtet i ri dhe kemi shumë lojtarë që luajnë jashtë në kombëtare tjera, mendoj që nuk ka qenë keq për një fillim të një kombëtare të re. Pjesën e parë pëlqeu shumë, në dytën sigur nuk ishte shumë të mirë taktikisht, vendosja mund të shkonin. Çështja e seleksionuesit, mirë po mendoj që në përgjithësi ka qenë një ndeshje solide, me raste, përkundër kohës së vështirë dhe terrenit të vështirë, mendoj që ka qenë një 0-0 e mirë. Nëse Kosova futet
Në salonet e mëdha të futbollit evropian ka shumë talent. Shumë prej këtyre djemve këtu nuk do jenë me të kjo foto. Apo Po, ajo është një proces i cili ndodh sidomos në përfaqësuese, sikur edhe në përfaqësuese tjera. Shkojnë vinë. Shkojnë vinë dhe ajo është një proces normal i cili duhet të respektohet sepse gjatë një periudhe ka ramje dhe ngritje të formave dhe ndryshime dhe janë normale për Me jetë shikon talente këta djem? Po mendoj që seleksionuesi ka parë këto që janë talent dhe për atë i ka ftuar dhe mendoj që edhe ne jemi në përkrahje të seleksionuesit dhe mendoj që mund të bëhet edhe me disa përforcime që edhe tri që janë duke dalur çdo ditë, mendoj që mund të bëjmë një përfaqësues edhe më të mirë. Unë dhe shumë tjera kanë shijuar shumë ditën kur Kosova bëri ndeshjen e parë miqësore. Do doja që ta rishinim pak momente, se është një moment vërtet historik. Inserti, lutem. Është një qiell që na bashkon, e një diell që na burnon. Është një çuçi që flasin tane, e një dorë që flasin tane. Është një çuçi që flasin tane, e një dorë që flasin tane. Çfarë tani via via, është Kosova, është Shqipëria. Questi sempre cittadina, o sai male, është Shqipëria. Besime për Shqipëri, ka përcjell një ndrimi si, dhe unisa për me ardhe, por si valja e drinit bardhe. Dhe unisa për me ardhe, por si valja e drinit bardhe. Çfarë ma tani via via, është Kosova, është Shqipëria. Questi siamo cittadina, o sai male, është Shqipëria. Çfarë ma tani via via, është Kosova, është Shqipëria. Questi siamo cittadina, o sai male, është Shqipëria. Çfarë ma tani via via, është Kosova, është Shqipëria. Questi siamo cittadina, o sai male, është Shqipëria. Çfarë ma tani via via, është Kosova, është Shqipëria. Questi siamo cittadina, o sai male, është Shqipëria. Çfarë ma tani via via, është Kosova, është Shqipëria. Questi siamo cittadina, o sai male, është Shqipëria. Çfarë ma tani via via, është Kosova, është Shqipëria. Questi siamo cittadina, o sai male. Krish momente të mëdha emocionuese, një ditë historike. Sa e madhe është Shqipëria, por nuk është vetëm atje, është dhe këtu. Me dy përfaqësuese tani. Po, sigurisht që dy përfaqësuese ka hapësirë dhe edhe po të ishte një, sigurisht që do të ishte shumë e fortë. Dhe ne jemi të vetëdijshëm. Mirë po në situatën aktuale, duke marrë parasysh edhe
njëso vështirësi që janë me FIFA-n dhe UEFA-n, pikëpari duhet të presim antarësimin tonë, pastaj sigurisht që do të... Derisa të ndodhë kjo, ju do jeni furnizuesit e ekipit kombëtar. Sepse qarkullojnë zëra që do vinë, do ikin, do largohen disa lojtarë të përfaqësues. Jo, vetëm të jemi të qartë, ne kemi thonë publikisht qëndrimin tonë të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe të gjithë lojtarëve ju kemi sugjeruar që të luajnë për Shqipërinë, edhe ata që nuk i kanë zgjedhur ende. Dhe mendoj që ajo është një rrjedhë normale, duke marrë parasysh që ne luajmë vetëm ndeshje miqësore, kurse edhe në pranimi ynë kur të ndodh në instanca ndërkombëtare janë vetë lojtarët që zgjedhin për fotin e tyre. Kështu që nuk ekziston asnjë problem në këtë drejtim dhe gjërat janë shumë të qarta. Si shikon tani në futboll, kush më mirë, kombëtarja e Kosovës apo e Shqipërisë? Përsa përket aspektit teknik. Meqë miqësoria e parë u bë. Miqësoria e parë u bë, mirë po megjithatë Shqipëria ka eksperiencë më të mëdha dhe lojtarët e saj luajnë një periudhë mjaft të gjatë së bashku dhe duke marrë parasysh që ajo na përfaqëson të gjithëve në garat ndërkombëtare, meqenëse se ne luajmë vetëm ndeshje miqësore. Okej, mendon që këto eliminatorë për Shqipërinë do jenë më pozitive se ato të kaluara për ekipin përfaqësues shqiptar si njohës i mirë i këtij futbolli tani më? Po mendoj që Shqipëria edhe në garat paraprake eliminatore të kaluara të botrorit deri në 3-4 ndeshjet e fundit ishte njëri ndër pretendentët kryesor. Dhe ne gjithë menduam se ajo ëndër do të realizohet dhe do të shkojmë në Brazil, mirë po fatkeqësisht në ndeshjet e fundit nuk ishim në formën e duhur, cilën ishim gjatë gjitha kvalifikimeve dhe mendoj që është ndoshta një zhgënjim për gjithë neve edhe pse duhet pranuar se ishim në një grup me kundërshtar të fortë dhe në çdo takim është dashur që të angazhohemi maksimalisht për çdo pikë dhe më në fund nuk i arritëm qëllimin, mirë po duke marrë parasysh që edhe në Federata e Futbollit Shqipërisë ka rinovuar edhe kontratën me Debiazin. Këtë do doja të thojë. Ja ta shikojmë këtë foto pak se duhet ngelemi këtu se për efekt kohë duhet shkurtojmë diçka. Ja shikojmë. Si janë raportet me Dukën? Ne kemi raporte të shkëlqyeshme dhe një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe nuk e kemi harruar asnjëherë edhe ndihmën që kemi pas nga presidenti Duka dhe nga Federata e Futbollit Shqiptar gjatë këtij rrugtimi ku kemi ardhur te këtu leje për zhvillimin e ndeshjeve miqësore, pastaj edhe transferimin e lojtarëve, pastaj edhe ndihmën në çfarë do mënyre që kemi kërkuar. Gjithmonë kanë qenë prezente në organizimin dhe zhvillimin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Sepse her pas here shikojnë në media, gazetat shkruajnë do vinë, do shkojnë lojtarët, media pak a shumë i ngacmon këto punë. Marrëdhëniet midis ju personalisht dhe Dukës dhe dy federatave janë në rregull? Absolutisht. Nuk ka probleme për lëvizjet e lojtarëve? Asnjë problem ka marrëveshje? Absolutisht, asnjë problem nuk ekziston. Ne prapë po e potencoj, edhe këtë edhin edhe presidenti Duka. Çështja ka qenë çështja e ikonit i cili për çështje profesionale do të bëj edhe dy pyetje shkurtra si atë portieri i dytë. Kështu që sepse jemi në limitet e kohës, marrëdhëniet me ndërkombëtarët, Blatter, Platini. Po ato janë marrëdhënie shumë të mira, sidomos me presidentin Blatter, mirë po edhe me zotin Platini, mirë po ai ka një pengjesë, nuk është Platini personalisht kundër Kosovës apo diçka tjetër. Mirë po ai i ka disa domon statuti i cili e pamundson pranimin ton të menjëhershëm, sepse duhet të qenë pjesë me Kombeve të Bashkuara që na nuk jemi dhe prandaj Platini ka atë vështirësi dhe ne duhet ta shikojmë si të tillë. Pse vjen në Shqipëri? Çfarë shtyn, çfarë qefi keq, çfarë gjen këtu në këtë vend? Po Shqipëria, me thonë drejtën, unë thash edhe më herët, unë ka qenë
Për çdo shqiptar Andrej Kufini ka qenë një ëndër kur të vi unë kam pas fatin që të vi edhe në kohrat e ndaluara. Përveç punës që je i detyruar të vish, për çfarë vjen me qef në Shqipëri? Më duket bën shumë not. Po edhe në natë edhe në pushime dhe kështu që vi në Shqipëri sepse Kohën e lirë kryetari i Federatës Kosovës me çfarë kalon? po sigurisht që shkoj shpesh me notu dhe ajo është një Pjesë e bukur, e hobit. bukur e hobit. Nëse mund të quhet hobi dhe hobi natyrisht. Megjithatë është pjesë e sportit, gjithmonë brenda sportit. Gjithmonë brenda sportit se ndihem më mirë. Ndihesh mirë. Unë do doja shumë të vazhdoja bisedën, kisha shumë kënaqësi të vazhdoja të pyesja pafund për një sër pyetjesh, por jemi në limitën në fund të emisionit. Fatkeqësisht kemi kaluar çdo lloj limiti, unë do doja edhe një autograf, të lutem për Sport VIP. Ju falenderoj. Zoti Vogri, faleminderit që ishit me ne këtu. Dhe bëhet rrugë gjatë për të ardhur. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit. Për ju që se pa të plot emision, mund ta shikoni nesër 14:00 në Channel One ose oranews.tv. Botë e sportit vazhdon, Sport Debat 23:05. Shihemi sërish dielën e ardhshme në të njëjtën orë. Deri atëherë ju të kaloni shumë bukur.